Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do ju sjell një recetë shumë të thjeshtë që nuk besoj se ka shqiptar që nuk e pëlqen e nuk e gatuan. Fërgesën tipike shqiptare me speca domate dhe gjizë. Unë do ju tregoj sekretin si ta bëni sa më të shijshme e kremoze, do ju tregoj ca gjëra që duhet keni parasysh që dalë siç duhet. Nuk besoj se ka njëri që nuk di ta gatuaj, po ka ca gjëra të vogla që japin më shumë shije. Për shembull, keni parasysh kur I thoni mamit apo vjerrës këtë gjellën apo këtë fërgesën siç e bën ti nuk e bën askush. Prandaj shpejt fillojmë nga puna. Gjithashtu, si gjithmonë, nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Postojnë disa receta të reja gjatë javës. Gjëja e parë që bëjmë për fërgesën është skuqja e specave. Ka rëndësi që specat të skuqen mirë në vajtësi të bollshëm, të ngrohur mirë dhe në zjarr të lartë, sepse kështu lëshojnë atë aromën e tyre të mirë. Unë I bëj me vaj ulliri. Kam ngrirë në copza kështu disi të mëdha, 7 apo 8 speca I kam zgjedhur të ngjyrave të ndryshme për të marrë shijen nga të gjithë. Kështu I bëj zakonisht dhe kështu mendoj se fërgesa bëhet shumë e shijshme. Fillojmë pra me gjën e parë dhe më të thjeshtë, skuqjen e specave, por që do zjarr të lartë dhe duhet që ti trazoni her pas here që sigurisht mos të digjet. Duhet edhe ta hiqim kapakun, por duke patur parasysh që të skuqen mirë dhe mos të bëhen si qullët, pra të bëhen të skuqur dhe jo të zirë. Gjithashtu me shumë kënaqësi ju ftoj që edhe ju të shkruani në koment se si e gatuani fërgesën tuaj dhe çfarë bëni për ta bërë sa më të shijshme. Shikoni pak si duken specat përfundimisht, janë totalisht të skuqur. Do I shtojmë edhe kripën për të shtuar shije dhe do I heqim nga zjarri. Më pak se me luk çaj krip, do I hedhim dhe të tjera në krip, I trazojmë dhe do heqim të gjithë specat në një zjarr. I heqim specat në një pjatë, duke kujdesur që një pjesë vaj ta lëmtuar sa mundemi sepse do na shërbej për vazhdimin e recetës. Tek një vaj po në zjarr të lartë do të shtojmë 4 domate të pjekura mirë. Domatet I kam pastruar nga lëkura, I kam ngrirë në copza të mëdha. Do I shtojmë edhe domateve pak krip. Do të shtojmë gjithashtu edhe 3 thelb të mëdha hudhër. Për mendimin tim fërgesa pa hudhra nuk ka kuptim dhe tani her pas here si duke trazuar dhe duke I vendosur kapakun do të presim 10 deri 15 minuta derisa domatet të shkrinë mirë dhe të dalë vaji në sipërfaqe. Domatet për t'i ndihmuar por edhe për të lëshuar të shijen e tyre do I shtypim pak me këtë rrugën e drurit, do I ngrej nxehtësinë në maksimum dhe do I lëm kështu, pra do presim 10-15 minuta sa të lëshojnë komplet lëngun dhe të japin shijen e tyre. Po I vendos kapakun dhe kur t'jenë domatet gati, do ju tregoj se si duhet të duket dhe çfarë do të bëjmë në vazhdim. Dhe tani domatet I kemi gati, shikoni pak se si duken nga afër, janë shkryr plotësisht dhe ndyra ka filluar të dalë në sipërfaqe. Fillojmë me shtimin e gjizës, unë gjithmonë gjizën e fërgesës e bëj vetë, sepse ajo e kam dorë gjithë shijen e fërgesës, rreth 10 lugë të bollshme, 300 grama, po thjesht e shihni me sy. Do ju lëm në fund fare të videos, do shihni edhe se si bëhet fërgesa gjiza në shtëpi. Është një recetë fare e thjeshtë dhe mund ta bëni kudo ku ndodheni. Fillojmë e trazojmë që gjiza mos në mbetet kështu në copa, por të krijohet një masë homogjene. Do e shohim edhe për krip, nëse ka nevojë për krip, do e shtojmë akoma kripën. Por keni parasysh që kemi shtuar gjatë gjithë kohës, prandaj para se ta shtojmë, shiheni mirë nëse do të jetë apo jo e nevojshme. Edhe në këto momente duhet që gjiza të lidhet mirë me domaten, prandaj do e lëm në zjarr të lartë 10-15 minuta, por më shumë diku tek
10 minuta dhe kemi edhe 2 përbërës të fundit që janë ato që do e lidhin tamam forgesën dhe do japi shijen përfundimtare. Dhe tani e kemi gati, do e fikim nxehtësinë. Tani jemi tek ato përbërësit që do na japin gjithë shijen dhe kremozitetin e recetës. Në një tas kam shtuar 2 vezë, pak fare krip që të kenë dhe këto atë shijen e tyre dhe do fillojmë t'i rrahim derisa na krijohet një masë homogjene. Do e bëjmë mirë rrahjen që mos na krijohet copca të këtyre. Unë gjithmonë shtoj qumësh, por sot nuk kisha dhe i kam shtuar 100 ml pana kuzhine. Është e njëjta pana që edhe bëjmë makarona, pra krem kuzhine, 100 ml pra ose qumësht ose pana të dyja të njëjtën type. I përzejmë bashkë të dyja mirë. Dhe tani kështu siç e kemi të fikur nxehtësinë, me atë nxehtësi që ka vetë forgesa dhe pllaka e sobës, pra shumë pak nxehtësi, pa e ndezur fare. Me këtë që është, që mos na pritet veza dhe të na krijoj krem, bëhet e gjitha kjo, do e shtojmë dhe do vazhdojmë ta përzijmë derisa të na krijohet një masë homogjene. Do e ndezim pak nxehtësinë, por prisim pak derisa të na krijohet një masë si krem. Me kujdes kur ta ndizni nxehtësinë, në këtë rast nuk na duhet shumë e lartë. Nëse forgesa ka nxehtësi, mund ta lini edhe me atë nxehtësi që ka forgesa. Të vazhdojmë ta trazojmë që të na krijohet masa jon kremoze dhe pastaj do e fikim nxehtësinë. Dhe tani do të rikthejmë të gjithë specat, mund edhe ta ndizni nxehtësinë. Unë do e shtoj me nxehtësi e fikur, sepse ato do ta marrin shijen e njëra tjetrës. Në duar për darkë, sepse kam miq, ato duke qëndruar bashkë, do të krijojnë tamam shijen dhe do të lidhen me njëra tjetrën. Kjo pra ishte forgesa ime kremoze, uroj dhe shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse provoni t'ju shijoj shumë, por unë e kam postuar dhe herë të tjera dhe kam marrë pafund komente tek ajo video ku thonë të gjithë se kjo recetë forgese është tamam tipike tradicionale dhe ju ka shijuar dhe e kam pëlqyer shumë. Shihemi dhe dëgjohemi në videon e radhës dhe mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu sa herë unë postoj një recetë të re, ju do të merrni një njoftim të ri. Faleminderit edhe një herë. Shihemi dhe dëgjohemi.